Ish-krerët e Keshit dhe ARSH-s Eralda Elezi dhe Gentian Gjyly janë paraqitur këtë të hënë në SPAK. Të dy zyrtarët ndodhen në masën e sigurisë arrest shtëpie dhe janë pjesë e një dosje nën hetim që lidhet me shkeljen e barazisë në tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras, si dhe për procedurat e tjera të prokurimit publik. Ndaj Elezit dhe Gjylit rëndojnë akuza të rënda për fshirë shkeljen e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike në bashkëpunim, korrupsionin pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, mashtrimi me pasoja të rënda dhe falsifikimin e dokumenteve. Për këto shkelje, SPAK ka kërkuar një dënim prej 1 deri në 2 vite burg për secilin prej tyre. Nga ana tjetër, për ish-kreun tjetër të ARSH, Servis Berberi, i përfshirë në të njëjtat hetime, organi i akuzës ka kërkuar një dënim më të rëndë prej 10 vitesh heqje lirie, si dhe 5 vite ndalim për të mbajtur poste publike. Hetimet e thelluara të SPAK-ut kanë zbuluar shkelje të ligjit në të paktën 8 procedura tenderash të zhvilluara për gjatë viteve 2020-2022. Këto praktika abuzive janë regjistruar specifikisht pranë Agjencisë për Eficiencën e Energjisë dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar, duke çuar në ngritjen e akuzave zyrtare dhe dërgimin e çështjes përpara gjykatës së posaçme.